Përshëndetje gjithëve, ky është katrori yt. Është katrori im, është katrori i gjithë atyre që do të jenë mysafir në serinë e podcastit që po e fillojmë dhe është katrori i gjithë juve që e dëgjoni, e shikoni, sido që e merrni si përmbajtje mediale atë që do të thuhet në këtë studio, edhe njëkohësisht i gjithëve juve që mendoni që në temat që i trajtoj mund të kontribuoni në mënyrë direkte. Në fakt, kjo është një prej arsyeve pse është konstipuar emisioni kështu, kjo është një prej arsyeve pse që kur është punuar në koncept, ideja ka qenë që të merremi me atë që është gazetari konstruktive. Në hyrje duhet me i thonë edhe një dy fjali për gazetarin konstruktive, për shkak se është e kuptueshme që edhe mund të ketë keq kuptime, është e kuptueshme që në kohën kur disa definicione themelore të gazetarisë janë ka ndrojnë të shkuarit përtej. Raportimit mund të bëhet në disa mënyra, e para është hetohet, e dyta është vetë konstatohet kur diçka është mirë ose është keq, e dytë edhe një prej këtyre mënyrave, e treta kjo që kemi zgjedh në këtë podcast është që kur konstatohet cila është problemi, madje kur konstatohet edhe cila është zgjidhja nganjëherë, të flitet pak edhe për hapat konkret që mund të ndërmirën në mënyrë konstruktive që ajo zgjidhje edhe ai problem të adresohet. Mirë po, jemi ka flasim thash për një podcast të koncipuar prej fillimit nga Katrori Media, dhe nuk ka se si të fillojnë ndryshe sezoni i parë i këtij podcasti, përveç me shokun tim, themeluesin dhe pronarin e Katrori Media, Met Jashanicën. Përshëndetje Met. Përshëndetje Lart, edhe mirë se erdhe në shtëpinë tonë. Okej, faleminderit për mirëseardhje. Po besoj që rendi është me na tregu fillimisht ku jemi. E tash, na sot jemi në Media Center Prishtina. Media Center Prishtina është themeluar prej Katror Medias, është pra si deg shtesë e Katror Medias, edhe qëllimi ka qenë që përveç medias online, na ta kemi një shtëpi pak më të madhe, në kuptimin që edhe të japim mundësi aktiviteteve tjera kulturore, edhe me interes për shoqërinë, debateve tjera po ashtu, dhe kësaj kemi kriju këtë hapësirë që është një hapësirë urbane, e kemi quajtur hapësirë urbane për krijim dhe bashkëpunim. Si koncept i tillë ka ardhur me fillim këtij viti, edhe ja ku jemi, pothuajse kemi finalizuar, edhe sot në këtë studio kemi mundësi të realizojmë edhe të fillojmë serinë e podcastave që nuk do të ndalet më. Edhe pyetja e radhës që po ashtu imponohet është në një treg medial kosovar dhe botëror të fraksionuar shumë, podcasti është pas si opsion. Po qysh me e bind, nuk e di, shikuesin mesatar pse i është dashur Kosovës edhe një podcast. Po na kallzon cilat janë do prej parimeve të gazetarisë konstruktive, e para, e dyta cila është ideja që edhe një podcast të hyjë në treg, për shkak se pra po them, jemi ka flasim për një zanat edhe për një industri që është ka ndryshon shumë shpejt. Po, lart ki drejt, edhe mashkas të pjesa e fundit që potencove, jemi të vetëdijshëm, jemi krejt koshient me ato çapo ndodh në këtë sferën tonë edhe në punën tonë të përditshme, gjithçka po ndron, shumë shpejt. E tash unë kisha dëshirë më nal në dy pika. E para po nalem pak te gazetaria konstruktive, për me kalu pastaj te pjesa pse edhe një podcast shtesë. Atëherë sa i përket gazetarisë konstruktive, Katror Media ka filluar në vitin 2022, edhe ka pru një frymë të re të raportimit edhe të shkrimeve, artikujve, më vonë edhe të videokronikave të ndryshme që kemi realizuar në Tiranë, gjithandaj në për Kosovë, edhe kësaj kemi gjetë veten të pa një gazetari krejt të re, edhe që i shkon për shtati apo karakterizohet me ato që quhet new media. E tash, rrugës që deri tash janë diku mbi 40.000 artikuj të publikuar në webfaqen tonë katror.info, mirë po rrugës e kemi po që na jemi të bërë një koncept të gazetarisë që në një farforme identifikohet apo
ma mirë me thonë karakterizohet si gazetari konstruktive. Gazetaria konstruktive në vetvete i përmban disa pika, disa prej tyne unë po i ndaj tash, janë 12 me sa di unë gjithsej qëllat e përshkrujnë më së miri punën tonë ditore. Lajmet e mira janë pjesë kryesore e gazetarisë konstruktive. Masnej, gazetaria konstruktive nuk ka për qëllim të hudh benzinë në zjarr, ashtu të themi, po merret i trajton çështjet pak me një konstruktivitet më të gjerë në kuptimin që është e balansuar edhe në njëjtën kohë bazohet në fakte. Mediat që promovojnë apo që publikojnë artikuj apo lajme të sensit të gazetarisë konstruktive, kryesisht janë mediat të pavarura, të tillë jemi edhe ne, edhe synojmë të qëndrojmë gjithmonë ashtu, edhe pjesë tjera të gazetarisë konstruktive që ka përmban në vetvete është edhe pjesa që gazetaria konstruktive nxit debat, po gjithmonë t'u jep një çështje në hyrje, t'u jep një mundësi me shku pak përtej, domethënë me ofru zgjidhje, me ofru solutions, jo vetëm me u marrë me kritikën bazë qysh edhe po ndodh zakonisht në mediat e na, fatkeqësisht sepse shumicën e herave nuk janë të pabalansume, po pa dashur më shumë atë pjesën me fol për punën e kolegëve tonë në media tjera, por këto janë pak a shumë ato thelbi kryesor i asaj që përmban gazetaria konstruktive. Tu qenë se na jena pionirët gazetarisë konstruktive në gjuhën shqipe, si media në gjuhën shqipe, edhe ky trend ka nisë me u pëlqy shumë nëpër vendet e Evropës. Në Kosovë ka mungu një podcast që trajton tema edhe aktuale, po edhe të tjera me interes shoqëror, por që ka një sens të aspektit konstruktiv. Dhe më thonë të trajtohen edhe temat të ndryshme, të flasim pak ma lishëm e ma gjanë e ma gjatë, po në sensin e gazetarisë konstruktive edhe unë jam shumë me fat që ti ke marrë përsipër me udhëheq krejt serinë e podcastave që gjithmonë temat që do të trajtohen në aspektin e gazetarisë konstruktive, tu pas parasysh edhe këtë punën tonë që ke bërë me vitet tona, po ashtu edhe ti nuk e dalë shumë edhe prej emisioneve televizive për pjesës edhe aspektit konstruktiv, kështu që është një pozitë shumë e rëndësishme edhe e duhur për ty kjo. Kështu që kemi po tudhës që është mirë të sjellim për shikuesit tanë, po pse jo edhe dëgjuesit e lexuesit, një frym tjetër të bisedave të lirshme. Podcasti dihet tashmë është i njoftun botërisht si format, tu pas parasysh që një numër i madh i audiencës tashmon nuk e parapëlqen shumë edhe sensin e emisioneve klasike ose diçka e tillë, ose nuk e parapëlqen shumë, më mirë me thonë, edhe sensin e marrjes së informatës së shpejt në social media. Podcasti si format të lën hapësirë edhe mundësi me shtjellu më lirshëm edhe ma në thellësi tema të ndryshme, tematika të ndryshme që kanë rëndësi për shoqërinë. Tash çajo që kom konceptu fillimin është që me i trajtu ose me tentu me i trajtu mediat si shërbim, ose mediat si diçka që janë e afërt me qytetarin, jo veç diçka që ja imponojnë për mbajtjen e vetë qytetarit, për mos me thonë konsumatorit të produktit medial, po për me u arrit kjo mënyrë të funksionuarit, mas pari duhet përkrahje. Duhet staf, duhet hapësirë, duhet teknik, duhet përvojë dhe duhet pare. Qysh e bind dikush cilin do, qytetar, palj, të intervistuar, partner e tjerë, që me ju bashkangjit ose me përkra një projekt që ka gazetarisë konstruktive në thelb, ose me pasdosh krejt që to me definu në një fjali qysh funksionon katrori kallëzor. Mirë për mbledhe, krejt ato që ndrojnë, krejt janë të rëndësishme veç e veç.
dhe krejt janë sfida të përditshme tonat, dhe më thonë me cilat ballafaqohemi, sidomos unë edhe Albana, po bashkë edhe me ekipin dhe me bordin e katrorit po ashtu. Tash na jemi vitin e 4 si media online, media e lajmeve të mira, media gazetarisë konstruktive. Nëse mund të themi a ka qenë lehtë? Jo, as pak. A është lehtë tash edhe do tjetë? Jo, por këtu jena... Na e dim prej praktikës, për fat keq nuk i mësojmë krejt fëmijët në shkolla që lojmë i mirë nuk shitet. Dhe përveç asoj, tash duhesh me bu një media që nuk është të shit lojme, apo? është të dhonë, të transmitu ato që konsideron si shembuj të mirë për komunitetin, ose s'paku të tentu me gjetë zgjidhje për do probleme ose për avancim të një agjende që është ka shkon mirë, që kjo nuk shitet, që i bjen që duhesh me gjetë metoda alternative edhe me u financu edhe me funksionu, edhe me i mësu në ashta shikus në audiencë. Unë do dalë këtu, po fillimisht duhet si me thonë me zgjënu pak diskutimin për qëtë pjesë, për shkak se janë 4 vjetë dhe 4 vjetë ka qenë bukur sfiduse për me mujtë me botë mundshme edhe me qëndru si medium i pavarur, që ka shumë rëndësi, edhe të njëjtën ku me tentu gjithmonë me urrit kapak si shtëpi mediale në kuptimin që edhe me zgjënu kapacitetet tona, edhe të ekipit të Katror Medias, po edhe të aspektit teknikës e tjera, po që është më rëndësishme, me synu me kriju një qëndrueshmëri. E thash, unë më mend që Katrorin kom fillu me ideu edhe realizu si media online, dikun edhe ka përfundu edhe platforma online e tjerat në qershor të vitit 2022. Edhe atëherë ka qenë një periudhë post pandemisë, dhe më thoni, krejt këshëm kaluat pandeminë edhe ato sfidat me cilat jena ballafaqu, edhe në atë periudhë krejt që ke po në media sociale, po edhe në televizion ka qenë zjetar. Edhe Katrori ka orë si nevoje kohës, edhe si inspirim për me mujt me pru diçka përtej asaj negativës me cilën ballafaqoheshim çdo ditë edhe mëshëm si, ose ma mirë me thonë, e konsumojshim si informat, edhe të njëjtën ku ka orë si me thonë si reagim jemi, tash duhet me thonë personalisht për me mujt me balancu pak feedin në news, në social media, për shkak se jo gjithçka, edhe sot, jo gjithçka është zi, jo gjithçka është tërë, jo gjithçka është keq. Pra ka iniciativa të mira, ka punë të mira që zhvillohen në vend, ka edhe projekte ka shumë aktivistë që bojnë punë të mira për vetin, për komunitetin, për shoqërinë, për vendin. Krejt që kjo ka mungu. Për me qenë pak maj pa këtyr, kisha thonë që ka dhe venet mira që s'kemi mërimi prish halo. Ki drejt, do që po po hajde që to... potenciali turistike natyror që vetë se kemi prish halo, po mirë me raportu që është aty. Sakt, mirë është me raportu që është aty, edhe të njëjtën ku mirë është me raportu që është na muna me mbrojt. Që ka shumë rëndësi, që mos të shkatrojmë edhe që ato. Kështu që, tash, për me unal pak të që kjo pjesë, do më thonë, tu qenë se ka ardhë si reagim ndaj kontentit negativ që është shpërndar gjithandej nëpër social media dhe në mediat kryesore, pse jo. Ideja është që sfidat e para ka qenë qysh na me mujt me botë mundshme me vazhdu. Domethënë Katrori mirë që filloi, po hajde të shohim qysh me botë mundshme mos me unal, me vazhdu, që shoqënia jonë ta ketë një drejtore të informimit në aspektin e gazetërisë konstruktive, po edhe të asaj që është bright side, që ndodhë dhe në vendin tonë, pse jo, pa tjetër që edhe rajon edhe në botë gjithandej. Por, natyrisht si fillim kanë qenë sfida tjera, unë personalisht si fillim një pronë që kam pas, e kam shit për me botë mundshme me realizu Katrorin, edhe, ose ma mirë me thonë vetëm në pronë që e kam pas, e kam shit për me realizu Katrorin, edhe ashtu ka shku si investim fillestar, jemi Albanës në fillim krejt, edhe mas në nej kemi po mundësi qysh na me mujt me gjithë mënyra ose të marketingut ose përkraje që ky koncept i gazetërisë të vazhdoj.
Tu qenë se ka arë si antidot, si kundër të asaj që është publiku e shfaq gjithandej në për media, në rrjetet sociale, shoqënia jonë e ka përqafu shpejt katrore. Edhe unë e kom pa rrugës që na ja këshëm qëllu. Ja kemi qëllu, kemi pru një koncept edhe ma vonë produkt që në një farforme edhe shoqënia e ka pas të nevojshme, po edhe e ka dasht. Tukon se ka qenë puna kështu, shpejt janë kriju mundësi ashtu të themit gjenerimit në mënyrë që na të kryejmë obligimet tona dhe ndaj ekipit që e kemi bukur ekip madh dhe ndaj shtetit me taksat e me gjanat në mënyrë që mos me të kur gjukeq e puna të vazhdej. Të njëjtën ku hap pas hapi duke kriju mekanizma të ndryshëm, qoftë duke ofruar shërbime të produksionit apo qoftë duke kriju gjithmonë hapësirë për reklamim, për marketing, qoftë duke pa mundësi për të kriju partneritete ose për të qenë garantist prej donatorëve të ndryshëm apo organizatave të cilat me të vërtet dëshirojnë ndryshim të prekshëm edhe dëshirojnë që ai ndryshimi i prekshëm edhe të promovohet edhe të mërrijë deri te audienca, shpesh kemi qenë me fat që kemi mujt me kriju partneritete të tilla, edhe ja ku jemi 4 vjet gati të katrorit, edhe vazhdojmë të qëndrojmë, sfida ka edhe sot. Nuk është e lehtë për asnjë media në këtë periudhë, aq më pak për media e cila nuk e ka sensin komplet komercial, por që në njëjtën kohë mundësitë janë sot të pafund me si në aspektin e teknologjisë e një pjesë të madhe të asajna që e bën katrorin ose që është core e katrorit, që është pjesë kryesore e katrorit, është pjesa që na kena investuar shumë si fillim në teknologjinë e fundit të shërbimeve të produksionit, edhe të njëjtën kohë puna e mirë jona që bëhet vazhdimisht e këtij ekipit e ka bëu të mundshme që me bona pak diferencën, rrjedhimisht jena si më thon të nevojshëm të kërkuam prej organizatave dhe shoqënisë në përgjithësi. Dikun realizojmë një projekt, dikun realizojmë një transmetim, dikun bojmë bashkë gjitha forcat edhe shtyjmë përpara një ide apo një vizion, edhe kësaj si më thon, për krejt sferave ka pak mëri me botë mundshme me funksionu, edhe puna mos mundohet katror me vazhdu. Edhe në këtë vazhdimsi, megjithatë jemi ka flasim për një treg të vogël. Do më thonë, kom punu podcasta ma herët edhe kur kom nis në fillim pak ma seriozisht me lexu edhe mu marrë me këtë punë, dhe kjo është çështje diku në periudha post-pandemike, ka qenë një statistikë interesant që thotë që Joe Rogan është baba, nona, çka dush i podcasteve, është lider global, edhe i ka 5% të tregut global. Njëri ka qenë lideri pa prekshëm, edhe i ka pas veç 5%. Që kjo ka qenë për mu statistika që mas miri e ka ilustru sa ish përndar është tregu i podcasteve edhe sa mundësit pakufishme ka që ti nëse mendon që ke çka të thush me dalë edhe me thonë ato, po jo me ju drejtu një telefoni edhe me dalë në Facebook, po me tentu, me gjithate me kushte pak ma të mira, pak ma profesionale, me prodhu një përmbajtje që i ngjan radio emisionit edhe dikush mundet me downloadu edhe me elshu ku dën. Arsyeja pse e zgjata që të punë është që nëse flet shqip, edhe nëse flet në Kosovë nuk e ki mundësinë e Joe Rogan, nuk e ki mundësinë me marr as shumë marketing, as me deportu shumë. Jemi ka flasim për një treg të vogël, edhe që kjo është pyetja e radhës nashta, një treg të vogël ku krejt janë ka tentojnë kryesisht me bo zhurmë. Qysh identifikohet dikush që ka nevojë për të kundërtën, ose qysh identifikohet dikush që ka nevojë për gaztari që veç zhurmën e shmang, po do parimeve themelore ju përmbahet. Tash, po, është vërtet që si prezencë online, gjithë shqiptarët, ku do që janë. Na jena numër i vogël në aspektin e numrave të shpërndarjes online apo sensit që shpërndahet në gjuhën shqipe ose sa users ka që marrin kontent në gjuhën shqipe, domethënë sa ka audiencë shqiptar gjithandej nëpër botë.
është nuk është numër interesant për platforma si Google, si YouTube, si Spotify e tjera. Pra, është shumë e vështirë me kontentin në gjuhën shqipe me depërtua ose me kriju numrat qëndrueshëm, rrjedhimisht edhe me kriju edhe tarna përmes monetizimit, pse jo, që në mënyrë që puna që na e bojmë me u shpagu, por le të themi që kjo në një farë forme është ajo pjesa ku krejt ballafaqohemi ose krejt mediat që janë Kosovë, në Shqipëri, po ashtu edhe pjesë tjera që në gjuhën shqipe e kemi si problematik, nuk qëndra më mirë asë rajonin, në gjuhë tjera që janë, paka shumë që atu jemi, por që më gëzën fakti është një podcast i kësaj natyre që trajton tematika me interes shoqëror, edhe që ka me trajtu në tarmën, se është i pari kë edhe e di që nuk kemi me ndalë për këtë pjesë, por pa e marrë parasysh sfidat, është fakti që ky koncept, edhe si natyrë e të bomit të këtij lloji emisioni apo video podcasti, më mirë me thonë, pëlqehet prej njerëzve, pëlqehet prej kosovarëve. Kosovarët e kanë ndërtuar tash një kulturë të ndëgjimit të shikimit të podcastëve, po ka shumë rëndësi me bo në mënyrë më profesionale, jo vetëm me u drejtu një telefonit, me bo një koncept sikur që e kemi edhe këtu sot. Është i dashur si koncept prej kosovarëve, po çfarë më zën fort është që shoqënia kosovare din me zgjedh. Din me zgjedh çka do me marrë me konsumu, ose çka do me marrë me pa, ose çka do me marrë me lexu. Mu më kujtohet që në 2022-ën, kur e kom folë me miq që po filloj katrorin në sensin e gazetarisë të lajmeve të mira, shumë njerëz më kanë thonë kush lexon media që s'ka politik, ose a kemi na lajme të mira. Po, edhe kemi lajme të mira, edhe kemi një audiencë që vazhdimisht rritet, për cilët i falenderoj shumë që na lexojnë çdo ditë, edhe jemi habit edhe na sa shumë na lexojnë, edhe çfarë temash lexojnë në rand të parë. Domethënë kosovarët edhe lexojnë, por edhe dinë çka me përzgjedh për me lexu. Edhe unë e kam bindjen që edhe në aspektin e këtij formati të podcast, kosovarët edhe kanë zgjedhin çka dojnë me pa dhe çka dojnë me ndëgju. Natyrisht që këtu jena për me ofru tema të ndryshme dhe me trajtu tema të ndryshme me interes shoqëror. Që është me çka duhet nashta në pjesën e dytë që soi bisede me humor, nëse po flasim për çështje konstruktive, deri tash folëm do prej parimeve të soj, folëm për ato që gati secili kosovar është gjendje me e drejtu gishtin edhe me konstatu problemin. Për shkak se me atë problem jeton çdo ditë, edhe për fat keq të kosovarit mesatar jeton që një kohë gjatë. Do prej problemeve që i përmendëm në industrinë e mediave janë të pranishme. Marketingu ka ndru për shkak se është orientuar në rrjete sociale shumë. Numri televizioneve të reja është rrit për shkak se është bërë ma lirë me hap televizion, kurse televizionet ose ma mirë me thonë pronarët e televizioneve nuk e kanë ditë që ty pasi të hap televizionin duhesh dhe me mirëmbajt ato, edhe nuk është lehtë me mirëmbajt. Mandej po e shohim që ka telashe me prej bazikeve me paga deri te ato më serioze që janë që ti e përdor në njësi të regjisë që nashta të kushton gjys milioni euro, po i ka afat 5 vjet përdorimit, mandej duhesh me bler nashta kamera, mikseta të reja etj, edhe nuk kushtojnë bash lira ato. E treta, konkurenca jo lojale është e pranishme, ka njerëz të cilët nuk figurojnë si media, po postojnë materiale që duken si materialet mediave në Instagram ose në TikTok ose në Facebook, edhe damtojnë e grryjnë besimin që kosovari mesatari ç'dasht me pas në media. Tash, prej këtyre 4 vjetëve, në sensin më konstruktiv të mundshëm është pyetja, të cilën me qëllim e zgjata me koment, cilat janë nashta 2-3 mësimet, leksionet më të mira që i ka dhënë katrori e që e dëshmon që çështja konstruktive shpaguhet. Çka është që ajo që nashta që hyrje në qëtë seri, në epizod partë podcastit e kështë edhonë si leksionin e nëzirë në kuptimin konstruktiv. Tash edhe une po du më u përgjigj në qatë pjesën që është edhe tjeri rendite, do më dhënë 4 pikat kryesore me çka ballafaqohen media sot. Edhe sa i përket pjesës asaj në themelimit të në mediumit të ri, kur është themelu 4 ori,
do më thonë vetëm një zgjidhje ka qenë, me punu shumë pa ndalë. Do më thonë edhe sot kur po flasëm, unë hala punoj 16 orë në ditë. Edhe ndoshta këtu është bo dallimi i katrorit edhe me media tjera në kuptimin që pa dash me të rek paralele, po unë si pronarin e Mediumit, unë vazhdoj me punu 16 orë në ditë, një pjesë madhe edhe me ekipin ton, por edhe kur krejt shkojnë në për shtëpiat e veta, kur përfundu orari, për mu nis një orari dytë. Edhe për mu, shumë shpesh edhe për Albanën, po posaçërisht për mu. Etash, shumë ka rëndësi ajo që potencove ti mirëmbajtja e punëve ditore edhe të sensit të asojna që ka ke themelu, që ka ke kriju. Nuk është 100 metra sprint, është maraton. Nëse kishme qenë 100 metra sprint, shpejt një muj dit ishëm marrë me kitë punë edhe pas një mujve në regullemi. Jo, është punë, angazhem gjithë ditor, gjithë dit. Për mos me thonë 24/7. Hala në herë e përmendit për shaka jem pa gjumë, që 4 vjetë, në kuptimin që ka shumë kërkon angazhem edhe tjera. Posaçërisht mirëmbajtja e krejt sensit të punëve ditore që na i bojmë bashkë me ekipin këtu. Kjo si pikë e parë. Pika tjetër në cilën isha nal, po jemi dëshmitar të asajna që shumë ka numër të madh të kontentit që publikohet gjithandej, një numër i tyne që edhe te potencove nuk i dihet as kush janë pronarët e atij mediumi apo asaj platforme online apo tjera, nuk janë të regjistruar as kund, as nuk janë antar në Këshillin e Mediave të Shkruara, as nuk janë të regjistruar si media kompani në ARBK, nuk dihet kush është redaktori, kush është kryeredaktori, nuk dihet a kanë kryeredaktor. Qysh i përzgjedhin ato materiale që publikojnë, e thash njëjtën ku, na që puna jonë është profesionale çdo ditë, si me thonë një angar me ta, tu qëndru në besnik edhe tu qëndru profesional çdo ditë, dëmtohemi prej atij sensit të materialeve që publikohen gjithandej në për platformat rrjete sociale, pa verifikuar shpeshherë edhe ka njëherë edhe tendencioze për agenda të caktuar që edhe na e dim. Etash, kjo një sfidë tjetër po ashtu me cilën ballafaqohemi. Ton kohën, mësime kemi marrë shumë këto 4 vjetë, në një farë forme, unë që akum pa ku na kena bo dallimin, ka qenë qëndrimi jonë për me mbajt standardet e larta profesionale, mos me mos me hek dorë në asnjë mënyrë prej standardeve tona profesionale, pavarësisht dëmtimeve apo ma mirë me thonë me asnjë kush mos me hek dorë preparime profesionale, një e para, puna e pandarshme 2, do më thonë ajo që e përmena si pjesë si fillim kësaj përgjigje, punë e vazhdueshme, pa u ndalë, edhe krijimi i urave të bashkëpunimit edhe të miqësive gjithandej në përvendin tonë, aty ku ka një ftesë për bashkëpunim, na jena të hapun gjithmonë edhe gjithmonë këshyrëm me jap ma shumë se sa që kërkohet prej neve. Kjo e ka bo dallimin në sensin e asaj në shërbimet që ofrojnë me produksionin, edhe pjesa tjetër që është shumë e rëndësishme, që du me nda me shikus tonë, me dëgjus tonë, nështë edhe si inspirim, për ta sot jetojmë në një kohë, në një epokë, kur gjithçka është e mundshme. Ti mund është sot gjithçka me realizu. Natyrisht që në rregullat e lojës, nuk mund është një ditë të bukur vere, mu qua dhe me thonë, hade unë po bëj çka du këtu. Jo, ti dush, nëse ki ndërmen me regjistru një media, dush të regjistrosh si media kompani, si biznes, ose një lloj biznesi tjetër. Nëse vazhdon me median, atëherë dush të antarësohesh në Këshillin e Mediave të Shkruara, dush të qëndrosh etikës profesionale strikt çdo ditë. Mediat online vetë rregullohen në Kosovë dhe na e kupton më herët, na vetë rregullohemi çdo ditë. Pra çdo ditë e kemi parasysh mos me shkel standardet tona, mos me shkel etikën profesionale. Kjo është shumë e vështirë, po është punë që bëhet. Krejt kjo, banej ajo që dashta me nda pak edhe si inspirim për të tjerë që dojnë me fillu një biznes të ri ose diçka e tillë, tu qenë se jetoj me një kohë ku mundesh me realizu
gjithçka çka ki ide, çka do më shtyp përpara, tu i falenderu edhe zhvillimit të hofshëm teknologjisë dhe globalizmit, let mundesh me fillu me bo diçka, por do të me pas parasysh me gjetë mekanizmat cilët ndikojnë direkt në qëndrueshmërinë e kompanisë tona apo të atij formatit të biznesit që e ke fillu ti, ose ma mirë me thonë të kompanisë që e ke themelu ti, edhe që me cilën je tu vepru. Pra, mundësi ka, duhet me identifiku cilat janë ato mekanizmat, cilët ti mundesh me gjeneru edhe cilat ndikojnë direkt në si me thonë, avancimin e punëve tua apo të projekteve e të planeve tua. Nëse i ke identifiku mirë edhe nëse ke punu shumë për realizimin e tyne dhe implementimin e tyne, në një farforme suksesi vjen me edhe unë edhe sot e përmeni najherë, janë këto 4 vjetë me 4 orin edhe unë asë njëherë nuk kom kërku sukses. Unë kom kërku punë. Vazhdimisht kom kërku punë. Pra nëse ka arë një kërkes për punë, unë kom pa qa mund na me bo ma shumë. Edhe sa ma mënyrë profesionale me transmitu atë punë të publiku, qoftë e punëve drejt për drejt atonat si Katror Media, apo edhe për bashkëpunëtorët të tjerë që kemi ofru shërbime të produktit medial kryesisht. Edhash, tu qenë të fokusum vetëm në profesionalizëm edhe në punë pa ndalë, në një farforme suksesi ka ardhë vetë ju. Po, kush janë elementet që binë sukses? Puna pa ndalë, po se po, edhe impaktit cilën ti e rritë e realizon me punën që e banë. Këto pastaj kanë sjellë edhe një pjesë të suksesit të asajna çka sot e kemi këtu që është media që është Katror Media. Zotën, që është një prej dallimeve themelore, është që të duhet rrjet i njerëzve në kuptimin e rrjetit komunitetit, për dallim prej rrjetit të burimeve, që është themeloria për me qenë gazetari mirë, ose për që ato që është na kena mësu gazetarinë në shkollë, qëtu burimet janë domosdoshme, po nevojitet edhe komuniteti edhe qasja konstruktive besoj që to e ka pru. Të faleminderit shumë për episodin e parë, për fillimin e një podcastit që po besoj që për krejt ne ka me qenë përvojë e mirë, edhe po besoj që ka me ndihmu edhe Media Center si hapësirë, mu po si mundësi edhe për realizimet të këtilla, edhe të ngjashme, edhe na shkoft qysh është mas mire. Lartë faleminderit, kënaqësi për mu t'jem në emisionin e parë, në epizodin e parë. Media Center është e juja, është në rand parë e komunitetit të gazetarëve, të kolegëve tonë, edhe natyrisht e komunitetit në përgjithësi, cilët kanë ide edhe dëshirë për me realizu punë, produkte, projekte të ndryshme, hajdeni edhe punona bashkë. Kjo shtëpi është e gjithëve, edhe na takon të gjithëve. Kënaqësi që isha sot me ju, na prifte mbara, edhe e di që kemi me realizu e trajtu tema shumë të rëndësishme që edhe publiku ka nevojë me edhe një zonë ndryshe ose një qasje ndryshe të asajna zhurmës që çdo ditë e ndëgjojmë ose e shohim ose e lexojmë gjithandej online. Problemet janë, po edhe mundësia për me propozu zgjidhje është përveç mundësisë të drejtimit gishtit ose të diagnostikimit problemit që është themeli i këtij zanati, por kur dojmë të shkojmë përtej një prej mënyrave të shkuarit përtej është me propozu hapa konstruktiv për zgjidhje që është një prej parimeve mbi cilat këtë seri të podcasteve e nisëm, edhe me episodin e dytë shihemi së shpejti. Miropafshim.